ishte. Këto vjedhje kësaj here, kjo vjedhje monstruoze, ka qenë një vjedhje paralajmëruar, mbasi është denoncuar paraprakisht në 4 rezoluta ndërkombëtare me forcë dhe fuqinë më të madhe. Spari, së dyti, kjo vjedhje që është të vërteta, këto janë denoncuar në mënyrë objektive në raportin e vëzhguesve paraprak të vëzhguesve ndërkombëtare. Ne vazhdojmë betejën tonë gjerë në rikthimin e të drejtës votës së lirë të shqiptarëve. Do ta çelni apo jo seancën? Urdhoni? Do ta çelni apo jo seancën? Ju takon juve ta hapni. Jeni ndoshta për një pak orë kryetari i parlamentit. Do bësh një pyetje. Ma thuaj çfarë pyetje? Po lërë çfarë pyetje? Kjo pyetje e ka përgjigjen kjo. Do e hapësh. Nuk do mund të ndodhë në njëra jo. Nuk do mund të ndodhë në njëra jo. Dhe ju siguroj se beteja jonë do vazhdoj gjerë në rikthimin e votës së lirë të shqiptarëve. Mos mendoj njeri se ne intimidohemi, as se ne impresionohemi, përkundrazi. Çdo përpjekje për të përligjë vjedhjen vetëm sa dëshmon amoralitetin dhe bashkëfajsin e të gjitha atyre që e ndërmarrin. Sepse vjedhja kësaj here ka ndodhur publikisht me vendime qeverie të pa e fsheh fare. Ndaj dhe ne qëndrojmë të fuqishëm gjerë në rikthimin dhe kemi besim. Dhe kemi dhe besim se do t'ja dalim. Zoti Berisha, ju Partia Demokratike dhe ju personalisht keni shpresuar shumë tek vota e diasporës. Në fakt, rezultoi që diaspora nuk votoi për Partinë Demokratike. A ka Sali Berisha një shpjegim për këtë? Në fakt, diaspora ka votuar masivisht për Partinë Demokratike. Por siç keni pa ju, kutit e votave dhe votimi i tyre është fund e krye manipuluar, një lloj si në Korenë e Veriut apo në diktaturën hoxhiste dikur. Diaspora ka votuar dhe të garantoj që diaspora kundër narkoshtetit do të dëgjoni ju, do të thotë fuqishëm fjalën e saj, sepse përdhosja që dhe shkelmimi që ju bë vullnetit të lirë të shqiptarëve në Europë do marrë përgjigje shembullore, por nga shqiptarët jashtë vendi. Pra, ata të cilët menduan se mund të tallin diasporën me kuti të llojit Koreut Veriut, ata do marrin një përgjigje ekzemplare nga diaspora. Zoti Berisha, keni një koment për përplasjet e eksponentëve të Partisë Demokratike me gazetarët gjatë protestës? Tani, me që më pyet.